Borja ka patur një histori të çuditshme. Vetëm njëri ka arritur të shpëtoj dhe të kthehet i gjallë. Mbetën fëmijët jetim, gratë mbetën vejan. Borja mbajti 3 vite zi. Borja ka patur një histori të çuditshme. Janë marrë një zam 76 borjan dhe 75 prej tyre kanë rënë dëshmor në betejën e Plevnës në Bullgari. Vetëm njëri ka arritur të shpëtoj dhe të kthehet i gjallë në Borje. Dhe për këtë shkak se gjithë këta kanë qenë të rinj dhe burra të martuar, dhe përderisa ata nuk u kthyen më në Borje, mbetën fëmijët jetim, gratë mbetën vejan, mbetën dhe të dashurat pa të dashurit e tyre. Dhe Borja mbajti 3 vite zi. Është Gjinesi do ishte më pak, po themi, krenar për këto vite, sepse është një ngjarje krejt e rrallë. Veç kësaj mbas 3 viteve, pastaj po është dëgjuar curla dhe tupani në Borje, në maj të Bërcës, aty ku ne kemi një kodrinës, dhe prej aty nisin dasmat pastaj. Po pjesa tjetër e kodrinëzës është mbushur me varret e të parëve tanë, dhe prej aty me qëllimin që të dëgjohet zëri, melodia e currës dhe tupanit, prej aty nisin dasmat deri në çdo fshat, në çdo shtëpi të fshatit, aty ku ka dasëm. E veçanta është se gjitha dasmat në Borje kanë nisur dhe vazhdojnë edhe sot e kësaj dite si tradit të nisin me baladat. Ndër më të famshmet balada është balada e Omer Agës. Në vargjet e saj thuhet që hipi kalit edhe eja në Borje se fëmijët i kanë marrë penge, gruan ta kanë marrë penge, ti duhet t'i çlirosh. Pra këto janë pjesë të baladat. Pastaj fillon me baladat e Bjeshkës, së Sharit, sepse ne jemi bjeshkatar të këtyre maleve të Sharit. Ne jemi në këto troje në brenda vargmaleve të Sharit, brenda gjithë këtyre bukurive të tyre, dhe nuk e kemi lëshuar këtë vend, pothuajse që nga vitet e para kur është përmendur Borja në vitet 1320-1350.